besoj që nuk gaboj në këtë analizë, të dy bashkë, Edi Rama dhe Sali Berisha janë një marrëveshje të fshetë për të mbajtur njëri tjetrin në pushtet. Njëri në pushtetin e opozitës, tjetri në pushtetin ekzekutiv. Absolutisht. Dhe po ta shohësh, tani doktorit Ingeli i erdhi zogu ndor kjo çështja e zëvendësisë dhe nuk kishte nga lëvizte dhe nuk do të reagoj patjetër si në parlament si në protestë, se ndryshe i humbet elektorati që ka, pra i firon edhe ai elektorat që ka 400.000 votues apo 500.000 votues. Atëherë, këta do ndrojnë kushtetutën të dy. Absolutisht i duhen votat patjetër edhe të Berishës. Nuk i bën dot 94, a duhen 94 po. Për çfarë kushtetutë? Kur do ndrohet? Ora do bjerë qeveria njëherë. Njëherë bjerë qeveria. Rama shkon drejtësi, pastaj parlamenti vendos dhe gjykon si ta çojë. Ata bëjnë rradh Lisandra apo të kushtet me zërin e ka më të lartë se ti, jam profesor i vjetër. Tani, më dëgjoj me vëmendje. Un nga ata që i fsheh. O Lisandra. Ti e thash edhe një herë, po ta përsëris. Ti je djalë shumë i mirë në PD, po nuk janë gjithë si ti, edhe sa tjerë. Tani po ta them, marrëveshja është Kushtetutën do ndryshojnë sistemin zgjedhor, numrin e deputetëve, senatin, që ja tha doktori apo, senatin, do ndryshojnë edhe disa gjëra të tjera bashkarisht. Kujdes, do futet imuniteti te senatorët. Senatorët do të kenë imunitet të përjetshëm penal. Po, siç e kanë Amerika, po. Pra, senator do shkojë doktorit, do shkosh ti, Lisandër. Senator do shkojë doktorit, derisa vdesi. Pra, imuniteti ka hipotezë dhe unë do ta marr për të vërtetë dhe diskutojmë mbi këtë apo ta mbaroj, të lutem. Ta thash edhe një. Na ka humbur tunelin, por nuk di ku është tuneli, ku është ura, ku janë parët. Ta të dy nderuar, që ta dëgjojnë edhe demokratët tuaj të thjesht, janë një marrëveshje ekselente, që vetëm këta do ndryshojnë gjithçka, edhe nëse do shkojnë në zgjedhjet parakoshme që nuk has që mundet të shkohet, varet si vepron Spaku si rrit pjacën. Në gjitha rastet, me doktor Berishën, kryetari i PD-s, Rama fiton. Nuk fiton 83 mandate, po fiton 72, 75. Po për çfarë bën Berisha këtë, Nikol? Për çfarë bën Berisha këtë? Shpëton veten mo. Shpëton veten se shkon senatori i përjetshëm. Senatori i absolutisht. Këto janë doktor Curi, senatori i përjetshëm është i njëjti imunitet me deputet. Ti qenë gazetar i mirë të koha jon, të respektoj. Zoti Lesi, na ka humbur tuneli Llogaras. Na ka humbur Kuman Kashari, po prishen provat. Zërin më tulit, po tani. Se po merrem me prava. Ja, ta mbaroj pra. Folë se me minutar. Ja sa po ki durim. Jo, për fantazi kam pafund. Me Berishën, Lenci, ta them, edhe një herë me Berishën nuk fitoni dot. Po pa Berishën, PD-ja shpërbëhet. Jam dakord me ty. Berisha edhe zgjidhja edhe problemi. Shiko. Duhet që PD-ja. Berisha është zgjidhja. Po mos e mbroj me zor, mos e mbroj. Lisandër si e mbroj njëri, po them Berisha është zgjidhja, pse është zgjidhja? Një moment. Ai duhet të thotë kandidati për kryeministrin e opozitës është ka bërë si Silvio Berlusconi që përbashkoje. Ka bërë Berlusconi këtë. E ka bërë Berlusconi këtë gjë. Dhe solli djathtë pushtet. Kur do bëj? A erdhi Meloni pushtet. Po kur do bëj Berisha? Ka mekanizma plot. Në prill, fal, Grida. Në prill. Grida. A flasim me radha ta Rama do shkojë te drejtësia. Në prill doktori kandidon për kryetari i PD-s. Ma tha Rama do të shkojë në drejtësi. E 26-ën, edhe sa vjet 2030-ën, kryetari i PD-s. Edhe në 2030 në 4 vjet tjera ka mbaruar PD-ja. S'ka ndodhur akoma kjo gjë. Ka mbaruar. Nuk mund të po po sa po për kryetari i PD-s. Ju hidhni teori dhe unë do t'ju komentoj. Nuk është kështu. Ka thonë ato informacione. Mekanizmi politik si do funksionoj PD është tjetër gjë. Mekanizmi politik, më falni nderuar. Si do funksionoj PD është tjetër gjë. Flet teori mondial. Jo më shtas teori praktik. Doktori nuk të shkulet. Absolutisht. Ne kemi këndvështrime të ndryshme. Ai edhe lëvizja fundit, fal. Edhe lëvizja fundit që e shkulli pak PD-n, Ervin Salani e përjashtoi. E shpalli grup armiqësor. As ti të përjashtuar. Po grup armiqësor. Iku me hoqën. Unë kemi pjesën 2 PD-n, por kemi ndërtë. Kthimi i debatit këtu dhe fsheja e tunelit dhe urës, fsheja e korrupsionit zonjës Balluku nuk u intereson qytetarëve. Se ne mund debatojmë mbi fantazinë e njëri tjetrit gjithë natën. Po ata që na ndjekin nga ekrani, ka 1001 halle se i kanë vjedhur hajdutët tu. Dhe shumë e rëndësishme që ne sot shqiptarëve t'u çojmë këtë mesazh, që hajduti kushdo qoftë duhet rrëzuar. Pastaj hajde të bëjmë politikën. Hajde të bëjmë politikën. Majtën, djathtën, të mirin, të keqin. Ajo që thot Ariani mund të ndodh. Pastaj të tjera si bëhen. Se kishte 22 kapitull, si ato të hapjes negociatave. Do të thënë vendimi përplasja institucionale. Mes qeverisë dhe Drejtësia ndërkombëtare la kokën e namit. Po t'jap të drejtë, mund të ndodh. Jo, mos mirë drejtë. Është debati.
është logjike që nëse nesër pjesa socialiste e komisionit të mandateve harton raportin që ne do të votojmë për mosheqjen e autorizimit, vendi do ta votojë atë dhe do të kemi, do ta mbaj ministren, zëvendës kryeministren, atëherë do të kemi një, të themi, kundërvendje institucionesh, SPAK-u dhe qeveria. Këtu ka disa variabla. Një që tha kolegët që ndërkohë mund të japi dorëheqjen, pra mund të bëhen negociata, se mund të jenë duke u zhvilluar negociata tani. Jo nga ato të curit, ato ndoshta janë të vërteta, unë mendoj të mjat për rrugët e zgjidhjes. Nuk e lën më zotëri të japi dorëheqjen. Sepse dorëheqja e çfryn gjithë këtë situatë. Ose do ta mbaj pafund. Nëse e mban pafund, është rruga e zhbërjes së kushtetutës, ndërhyrjes kushtetutës, zhbërjes së SPAK-ut. Por kujdes, zhbërja e SPAK-ut do ta e përballë me ndërkombëtarët. SPAK-u, lufta që shikoj unë është o SPAK-u do ta zhbëj Ramën, o Rama SPAK-un. Shqiptarët ku janë, se është ekuacion ndryshe, o njerëzit. Të hënën te protesta juaj, dimu janë një sekond, jo e mbylla. Janë të hënën te ju. Rama duhet të llogarisë ndërkombëtarët dhe opinionin publik. Nuk është shumë, nuk është ndonjë gjë, mund të qeshim të gjithë, po këtë fundjavë nga mania e protagonizmit ka lajmëruar gjithë partitë opozitare protesta. Po. Është shumë e thjeshtë sikur ata të bashkohen aty. Se ajo sheshi para kryeministrisë është 100 metër. 20 gjithë. Jo, kujdes, është 100 metër. Dakor, po është ditë ndryshme, premtet, shtunë, diel, të hënë. Njëri e ka sot. Po për shembull, po 3 ditë, 4 ditë janë ato, deri të hënë. Nga e Intja deri të hënë. Dhe një shkëndijë duhet, se Rumania dhe Bullgaria nga një gjë e tillë ndodhet. Dhe duhet të llogarisim që Rama me ndërkombëtarët dhe njerëz që folën seriozisht në çështje. Janë amerikanët, Pra shtunën e ka Adriatiku, nga e Intja. Sot, e ka nisur Arlind Qorri, premten në 10:30 Agron Sheaj, të dielën, të hënën e ka PD-ja. Pra është pas ka një ditë, dilka një ditë bosh, e shtunë. Nuk takohen shtunë. Kjo është vetëm, nuk takohen, dakord, po... Tani duket normale kjo më falë. A duket normale kjo? Adriatiku, në rregull. Inte, e premte, e shtunë, e dielën. Është mania për protagonizëm, pra kjo është deliri i partive të vogla. Por në qofse me partitë e vogla dhe me PD-n mund të ndodhin këto që thot Suri, teorikisht flas, nuk është se i besoj, çështja është që me amerikanët nuk ka, në qofse i prish reformën në drejtësi, nuk ka më pajtim. Me integrimin, ata presin vetëm arestime. Pala e pajtuar me amerikanët. Se kush do të pajtohet me amerikanët njerë? Pala e pajtuar me amerikanët deri dje ka qenë Rama. Ora ai se ka problem fare me të procesin. Kush është i pajtuar me Edi Rama? Që themi për këtë gjë me Edi Rama, me amerikanët. Në gazetë periferike. Se unë nuk di asnjë nga palët politike që ti ka qenë Lenci periferike. Të kam pas kryeredaktor në gazetë periferike. Nuk kam punuar gazeta periferike. Sot, jo ti më jo. Po periferike kur ike ti dhe unë. Sot doli Edi Rama, se do merremi tani. Sot doli Edi Rama dhe tha, drejtësia ndërkombëtare la kokën e Namit. Kush është mbas asaj gjykate?